Kemi një sulm të Berishës në forumet europiane ndaj Shqipërisë duke e cilësuar atë një narkoshtet, të vetmi narkoshtet në Europë. Në fakt, ajo që mund të them është që Berisha sa herë del bën vetëm gafa dhe gropa për sa i përket pozicionit të Shqipërisë. Dua të rikujtoj këtu që në fund të mandatit të tij në forumet europiane ai fliste për Shqipërinë e madhe, për të drejtën e shqiptarëve të të bashkuar. Dhe kjo mund t'i falet një shkrimtari, është e kuptueshme nga një shkrimtar, është e kuptueshme nga një personalitet shqiptar i cili nuk ka në dorë diçka për ta bërë diçka të tillë, por që ta thot një kryeministër i një vendi këtë teori, e cila edhe nëse ndodh ka për të ndodhur në heshtje ose vetëm mbas një hekatombe të madhe njerëzore, mbas një lufte, siç ndodhi çlirimi i Kosovës, e cila erdhi për shkak të shokut që pësoi Europa, duke parë përgjakje në mes të saj mbas 50 vjet paqe në shpërbërjen e një vendi siç ishte Jugoslavia. Pra, vetëm momentet të tilla mund të bien në rikorrigjim kufish gjithmonë në rastin kur nuk duan fuqitë më dhaja. Pra, edhe ato duhet të gjejnë një casus belli, një shkak, por ta thuash ti si kryeministri i një vendi, në fakt në vend se ta rregullosh punë, vetëm prish punë. Duhet të them këtu që nuk ka munguar asnjëherë gatishmëria e Berishës për të sulmuar vendin dhe mua bën përshtypje që sulmohet gjithmonë në prag të sezonit turistik. I vetmi vit ku Berisha nuk sulmoi Shqipërinë në forume ndërkombëtare ose në stacione televizive, ku nuk bëri një demonstrat, është viti i vjetshëm. Dhe neve vjet harritëm 10 milion turist. Parashikohet që këtë vit të harrijë shifër 30 milion turist. Parashikohet. Unë nuk e di sa kapacitetet do kemi, është e frikshme nëse do vinë 30 milion turist, sepse neve nuk është shumë e sikletshme dhe pothuajse e pamundur në infrastrukturë, në personel, në njerëz, të kemi mundësi të përballojmë një fluks të tillë. Sepse imagjinoni, aeroportet do jenë plot, portet do jenë plot, tregtarët shqiptar ende nuk kanë kapacitetet të tilla që importuese, sepse prodhuese as e bëhet fjalë, të përballojnë një fluks të tillë, e megjithatë është një moment ku Shqipëria mund të nxjerrë para pafund. Kështu ishte vjet dhe kjo është vetëm sa për të treguar që shikoni, nëse një udhëheqës shqiptar do të di të sillet butë me vendin e tij, atëherë ky vend mund të ecë përpara. Ndërkohë që Berisha bën të pamundurën kur është në pushtet me budallëqet që lëshon, të cilat vinë era luftës, si do ta bënte Shqipërinë e madhe ky? Do shkonte një ditë do zhvendoste Morinin, do ta zhvendoste në Mitrovic, apo do shkonte do merrte piramidat dhe do t'i çonte në art. Pra, me luftë do t'i bënte. Dhe asnjëri nuk ka qef që të shpenzoj para në një vend i cili mendon që të shkojë në luftë, ose në një vend i cili ne kemi parë ka përleshja me policinë te kryeministria, sepse ne si shqiptarë dim aty mbrapa kryeministrisë vazhdojnë pinë kafe njerëzit, ata që kanë 5 parë tru në kokë, të cilët natyrisht i quajnë lëpirës të Ramës, të shitur të Rama. Dhe në krahun tjetër, pashtu mbas ndërtesës kuvendit, administratës kuvendit, ish komiteti qendror, pihet qetësisht kafja. Por ata që e shikojnë në ekrane mendojnë që ky vend është në prag të luftës civile. Kështu që këto që bën Berisha ndikojnë direkt në turizmin shqiptar. Askush nuk ka qef që të shkojë të lëj para në një vend i cili nga momenti në moment mund të plasi në trazira, askush si lejon fëmijët e vet të shkojnë në vend tillë, vetëm nëse do të bësh turizëm lufte. Psikopatët që kanë qef siç ishte diku në Sarajevo, shkonin njerëz, paguanin që të bënin turizëm lufte, të vrisnin me snajper qytetar të pafajshëm. Pra, përveç këtij rasti, asnjë tjetër nuk dëshiron që të vijë në Shqipëri. Dhe fjalët e Berishës të bazuara vetëm në propagandën e tij, ato që thot ai që ky është një narkoshtet, pa u bazuar në asnjë fakt, po mirë në faktet shqiptare, po në faktet perëndimore, nuk ka ku bazohet.
ka trafik, po patjetër që ka trafik droge. Madje shumicën e drogës e transportojnë për në Shtetet e Bashkuara. Çfarë do të thotë që qeveria e Shtetet Bashkuara është qeveri droget? Apo që qeveria e Meksikës nga kalon droga është qeveri droget? Apo që qeveria e Kolumbisë transportojnë sasi të cilat s'kan lidhje fare me Shqipërinë. Domethënë ne jemi një pjesë mikroskopike. Çfarë janë qeveri droge ato? Jo, asnjëra prej tyre, asnjë opozit nuk e thot këtë që janë të lidhura. Edhe në kohën e Escobarit asnjë nuk akuzonte qeverinë që është e lidhur me kartelet e drogës, megjithëse qeveria për shkak të nevojës për paqe sociale binte edhe në marrëveshje në kohën e kulmit të luftës së Escobarit. Po kush janë qeveri droge? Qeveria gjermane? Apo qeveria spanjolle nga kalon 80% e hashashit që konsumon në Europë? Është qeveri e lidhur me drogën? Jo. Atëherë, ku është problem? Ka fakte Berisha që Edi Rama merr para nga droga, apo ministrat e tij marrin para nga droga? Asnjë. Është vetëm propaganda e tij. Njeri i cili del e flet nga mëngjesi deri në darkë, qeveri droge, qeveri e korruptuar, pa paraqitur asnjë fakt. Lëshon një akuzë sot Silova Bajgën, të nesërmen ka lëshuar një akuzë tjetër. Mos u lodhni që t'i mbani mend se çfarë akuzash ka. Por ama këto shkatrojnë turizmin, shkatrojnë ata mira biznesmen shqiptar që kanë investuar parat e tyre, që kanë marrë kredi për të shlyer këto investime, dhe ata këto dëmtojnë, Edi Ramës nuk e hyn ferr në këmbë të jetë i bindur për këtë. Asgjë nuk e bën, as nga pushteti nuk e rrezon, aty do vdesi, duke bërtitur kundër Edi Ramës. Po asnjëherë s'ka për t'ia marrë. Tani, më falni, po ta marr Berisha 84 vjeç është kur thret Qamedi, domethënë se çfarë mund të pre. I bie që jemi keq për tru të kokës neve. Kështu që asgjë s'ka për t'i bërë. Është vetëm një njeri i cili dëmton këtë vend. Është një njeri që sharin e Shqipërisë ka kthyer në hobi. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëni pjesë nga kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.